Padi administrative në gjykatën themelore në Prishtinë ka përashtruar Besim Kelmendi, që u shkarkua me 5 nga 10 votat e anëtarëve të Këshillit Prokurorial, nga pozita ushtruese të detyrës së kryeprokurorit. Kelmendi ka propozuar edhe caktimin e masës së përkohshme të sigurisë, pezullimin e zbatimit të vendimit të KPK-s dhe të vazhdojë ushtrimin e pozitës së ushtruesit të detyrës të kryeprokurorit të shtetit deri në vendosjen meritore në këtë çështje administrative. Në ankesë Kelmendi pretendoi se akti që nxori KPK-ja përbën llojin më të rëndë të shkeljes së të drejtës administrative. Në rastin konkret, organi nuk ka pasur quorum, organi nuk ka qenë i konstituar pasi takimi ishte mbyllur nga kryesuesi i KPK-s. Vendimi është marrë pa kompetencë materiale dhe pa kompetencë funksionale. Procedura themelore për njoftim dhe thirrje të gjithë anëtarëve të KPK-s nuk është respektuar. Por vendimin e ka mbrojtur kryesuesi i KPK-s Arjan Hajdaraj, i cili e fajsoi Kelmendin për qëndrime denigruese dhe sulm ndaj institucioneve. Nga qëndrimet e njëanshme dhe denigruese ndaj sistemit prokurorial të shprehura nga zoti Kelmendi në takimin e Këshillit dhe në prononcimet për media është bërë ndjeshëm roli unifikues i takon kryeprokurorit shtetit në sistemin prokurorial, si dhe ka cënuar besimin e publikut në sistemin prokurorial. Për këtë arsye, kemi marrë vendim për shkarkimin e tij nga kjo pozitë. Tentimi për të penguar punën dhe funksionimin e Këshillit Prokurorial përbën sulm të drejtpërdrejtë në punën e këtij institucioni dhe kërcënim për rendin dhe sigurinë juridike. Presidenti Vjosa Osmani të hënën ka deklaruar se në bashkëpunim me shtetet e Kuintit po analizon çështjen e shkarkimit apo tentim shkarkimit të kryeprokurorit Besim Kelmendi. Në një deklaratë për media, ajo tha se është e pafalshme që anëtarët e KPK-s kanë kërkuar mbrojtje nga organet e sigurisë, me që kanë thënë se ndihen të kërcënuar. Për këtë, Hajdaraj pati një kërkesë drejtuar asaj e ekzekutivit. Ne po ashtu dje pam edhe një deklarim të presidentes Osmani, e cila reagoi për 15 kërcënimet e disa anëtarëve të Këshillit, të ndikuar nga deklarimet e bëra nga disa anëtarë të Këshillit në konferencën e datës 20 nëntor 2025. Ne rithekësojmë se askush nuk është kërcënuar dhe se presidentja mund të jetë keq informuar. Ne i bëjmë thirrje presidentes, qeverisë dhe çdo institucioni tjetër që të mos ndërhyjë në punën e sistemit prokurorial dhe të respektojë pavarësinë institucionale. Ai tha se respektojnë dhe bashkëpunojnë me BE-n, tek e mbrojti vendimin për shkarkimin e Kelmendit. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka vlerësuar se shkarkimi i tij pengon reformën e vazhdueshme dhe të domosdoshme të Këshillit Prokurorial të Kosovës.